Ministria e Ekonomisë dhe Punës ka përgatitur një draft vendim për vendosjen e shportës së shkollës, përmes së cilës prindërit do të mund të blejnë pajisje shkollore me çmime më të ulta para fillimit të vitit të ri shkollor. Sipas propozimit, shporta e shkollës do të ofrohet me zbritje deri në 15%, ndërsa përbërja dhe çmimi përfundimtar do të ndryshojnë në varësi të përzgjedhjes, cilësisë dhe markës tregtare të produkteve. Sipas paralajmërimeve, pritet që për këtë qeveria të vendosë në seancën e ardhshme, e cila do të mbahet të martën. Shportat do të jenë të shënuara qartë dhe të vendosura në një vend të dukshëm, me përbërjen dhe çmimet e produkteve të specifikuara saktësisht. Në këtë mënyrë, prindërit do të kenë paraprakisht informacion të plotë se çfarë do të përmbajë paketa dhe sa do të jetë çmimi i saj. Zbritja deri në 15% do të llogaritet drejt për drejt në ark dhe do të pasqyrohet në kuponin fiskal. Por sipas kryetarit të LSDM-s Venko Filipçe, masa e paralajmëruar e qeverisë nuk do të sjellë asnjë ndihmë reale qytetarëve. Filipçe tha se bazuar në përvojën e deri tanishme, nuk pret asgjë nga shporta e paralajmëruar, ndërsa qytetarët përballen me shpenzime gjithnjë më të larta të jetesës. Po shtretohet energji elektrike, po shtretohet ngrohja. Çfarë mund të presin njerëzit? 26.000 denar është paga minimale. Disa herë kanë refuzuar propozimin tonë që paga minimale të rritet në 600 euro. Shporta ka arritur në 70.000 denar. Nëse shtohen edhe shpenzimet e tjera reale, qiraja banesës apo kredia për banesë, shpenzimet tejkalojnë 90.000 denar. Njerëzit nuk mund të mbjetojnë. Kujtojmë se LSDM paralajmëroi të njëjtën se do të dorëzojnë propozim ligj të ri për rritjet e pagës minimale në 600 euro, si dhe rritjet e pagave në disa sektor.